Atëre... Anila nga Durrësi, me një biletë telebingëll kam fitur lojën e 100 sekonda në Sfar. Fitoj që adem 2.000 lekë kam harxuar, nuk kam harxuar më shumë. Faleminderit televizorit. Kështu që edhe gjyshi i trembesave tani shikon se si ka vrapuar zonja Anila, e cila fillimisht shohim që ka marrë Gjyshe me 2 nipa. Edhe ti gjyshe me 2 nipa? Një e ka marrë me vete. Qa thumë? Nuk e di, po me gjithë gjyshet e reja që po vinë, do me thënë. E kam 8 vjeç të madhin. Aronin që nona e të shumë me ka qunin e vetë të shpisë. Sa vjetë, Rimbërin është drita djellit të shpisë. E ke marrë me vete? Po, rimbërin, po. Okej. Bukur, po pas ke marrë gjithë ato, më? Ato që më nevojitesh. Ato që të duheshi. Unë e marrë qepse, morë një emë. Sa mirë. E kështë shkuar më përpara, i pe do me thënë qëpar të tuaj? Vajte direkt aty për e shpa? Faleminderit Olës, ishe shumë shpjeguse mirë. Olën e kemi gostë të mirë. Të mrekullueshme. Marshallah, detergjente. Duhen këto të shkretat. Ato janë, anvisat e shpis. Anvisat e shpis ato duhen. Elektro shtëpiake, detergjentet, se ushqimet shkojnë e vinë. Po, ndërsa këto janë të rëndësishme. Shiko, po marshallah, mirë si gjyshe me vrapin. Më qenë sportistë, unë. Ke qenë sportistë. E kampione noti unë. Qarë thua? Po duke, qiko si e si flutur akoma. Atere, të shojnë. I kësha umë shpresat e ditë. Pse i kësha umë? Isha që për vitrisë blesha mobileta. Qa thua? Ja. Pse? Unë bashkëtemi një italian dhe a i më bë sebe. Merë një bilet. Aha. Kisha i parandin që do merte, do pite roga telebi nga jo Sfari. Okej, po nuk është keqë, dhe Sfari. Absolutisht, është më mirë se ajo. Sa pa gjë, shi pas ke shkuar gati 1.000 euro. Ja, 950. Po, 95.357 lek, gati 1.000 euro janë, sepse leku shumë 1.400 me gjithë lekët. E me gjithë lekët, po, 1.400, për dhe se more dhe ca lek. Okej. Bukur, këto përshëndesësh tani? 2 fëmijët e mi, Sinarbën edhe Angela, nusën e shumë.